Gjoni Palokaj po shëndrot në një nga emrat më të spikatërt të Octagon MMA. Luftëtari shqiptar me prejardhje nga Velezha Prizrenit dhe i rritur në Gjermani po ndërton një karrierë të suksesshme fal kombinimit të disiplinës gjermane dhe shpirtit luftarak shqiptar. I formuar që në hapat e para nga xhaxhai dhe trajneri i tij David Palokaj, ai ka arritur rezultate të rëndësishme në arenën profesionale. Hoxha jeme, David Palokaj, ai ka pas në shkollë, Farçka qështu kam nisja dhone me qëtë sport. Për me plëcu dëshirën hoxhës tem, se ka qilë shkollën e ri, kam thonë hajt pushkoj dhone në ushtrime, më ka hinë shumë gjatë, qështu kam me tasht unë të ushtrua, unë e kam po hoxhën në ushtrime, ku ka pas deshje, qështu luftu, po ai ma ka hap motivacion për me bëdha edhe që të rogë, sukra. Aktualisht numëron 13 fitore dhe 3 humbje, ndërsa është në seri prej 7 fitoreve radha Z, duke u rënditur në mesin e elitës së divizionit të tij. Momenti më i vështirë është ku kam humbë 2 herë rresht. Më i mirë është situacionin që jam tash ku kam fitu 7 herë në rresht. Më thonë që ki 7 fitura rresht të si? Po. 7 fitura rresht qështu e 5 në Octagon. 5 në Octagon. Sfida radhës do të jetë vendimtar me 17 janar në Düsseldorf. Palokaj do të përballet me britanikun James Handin. Dueli mes luftëtarit të renditur në të 6 dhe atij në të 7 pritet të vendos hyrje në top 5 të kategorisë. Në intervistë për televizionin Dugaxhini, Palokaj ka theksuar se lufton me krenari në flamurin shqiptar dhe se mbështetja e bashkombësve i jep forcë shtesë në Kafaz. E kam marrë për Gjermanët edhe shqiptarët më të mirat, e kam bë bashkë, e qështu jam bë gjirëni. Kur në shqipuan e ma shpinë, e një vetën se mund me bëtë gjasene, e ma e ka shumë fuqi se di kam krejt shqiptarët mas meja. Synimi i tij afatgjat mbetet gjitja në majat e Octagon dhe realizimi i ëndrrës për të garuar në UFC. Synimi i parë është më bë kampion Octagon. Mas Octagonit e shoh veten më në UFC edhe më bë atje kampion. Mas karrierës e shoh veten me qenë në shkollë se hoxha jeme në fight school. Përtej sportit, Palokaj është shembull i sakrificës dhe disiplinës. Mëngjes na e fillojmë servitjen ka ora 10 deri në 12, atë bëjmë cardio, fitness, pasdite ka ora 6 deri në 8 na bëjmë teknik, boxing teknik, kickboxing teknik, jiu-jitsu edhe sparring. Më të ka thu drejt kondicion, cardio, kërkojnë ma shumë të disiplinë. I diplomuar në inxhinieri elektronike dhe ish punonjës i Volkswagen Hanover, ai ka vendosur t'i përkushtohet plotësisht MMA, duke u shndruar në një krenari shqiptare në arenën ndërkombëtare.